Dhe ja ku jemi tek kuzhina, te recetat e shëndetshme, te nutricionistja dhe dietologja Albina Shabani Lazi, ku do ta përgatisim një recetë që besoj që ka me pas një kurreshtë shumë të madhe të njerëz. Qysh me u dobësu, se krejt po pyetni qysh me u dobësu. Hajde me bëjmë bashkë një lang super magjik i shëndetshëm me produkte bio dhe që ndihmon në rregullimin e metabolizmit dhe në dobësimin e trupit tonë. Dyshysh, sa ta thush si fjallë jam i sigur që sy e vesh janë 4, se jo 2. Mirë se erdhe Linë. Mirë se ju gjeta. Sot kena orë me 10 kg dhe i përfundve. Ua, babadimri, sot pas ka Me dhurata. Me dhurata. Kjo është pyetja që kum pas Unë jam mas e shpeshti. interesune. Ta gjenë mirë. A ka tjerë që dojnë me 10 kg dhe i Jo, ta përvitri. tjerë që janë mirë. Unë edhe driloni. Një roteshat. Kjo është pyetja që kum pas mas shpeshti kohëve të fundit. A bën me piket çaj, ose a bën me piket tablet, ose Po. a bën me marru fullmolle me këto, se po du me ek një 10 kg deri për fund vitri. vet. Kështu që zakonisht na jemi të prime, kështu gjatë verës me abuzu, tani na bjen mend që shtu masit na kalojnë kjo periudha turshijave. Na bjen mend si që me po vjen urgjencë. viti i ri, po, e tash pas festes sa petet e brujnë feste, Po, tani na va. bjen mend për verës, e kështu që jena mësu që të thonë hajtëse, edhe Hajde po i rrim gati, bile njëherë. Kjo çaj është apo lang? është një smoothie, faktikisht. Mund të po. pijet disa herë brenda javës apo? Tash, na kena me bu një recetë, një smoothie, pse e kum zgjedh me bu këto? Faktikisht nuk është edhe jo arsyeshme kjo kërkesa tash që ka ardhur. Nashta e aluajm fojë nëse gjejmë arsyen festat e fundvitit, po inflamacioni në trup ka arrit në një nivel sa që të njerëz është u pengu. Pse? Gjatë verës, nëse nuk je ushqyer mirë, edhe ke vazhdu me atension, edhe në vjesh, nuk i ke shfrytzu, nuk i ke marrë këshillat për njëve që për çdo frot, për çdo perim, kemi thënë shfrytëzone kështu, bëne kështu. Për shkak kohës, dinamikës, normal vjen me një pikë tash ku jemi që inflamacioni rritet qatë shumë, sa që qoftë pesha, qoftë problemet për shembull metabolizëm, qoftë lodhja, qoftë energjia bjen, qoftë të pengon për shembull në veshja ajo sasia peshës që tu ka shtu, edhe inflamacioni brenda trupit janë nisë me të irritu edhe me të pengu. Thjesht na nuk dim me marrë qatë përgjigje, por realisht çështo edhe është normal, se gjithçysh rritet inflamacioni mas ndryshimit temperatura, në momentin që ndryshojnë temperaturat edhe mu ushqym mirë prapë se prapë kemi predispozitë se le mu ushqy që duhet. E tash, për me ullë, që ta inflamacion trup. Pse zgjidha me bu qëtë recetë është që pata me shumë kërkesa një, e dyta, do më thanë unë nuk po ha heq, edhe po shtoj pesh, a bën me pështjell ato, që që to du të me demonstru gjithçysh që ka me se u kon kërkesa, e kena një asi najlon folije me pështjell bargu, me bo shtrime, realisht kaj këtu po du mja e përgjigje sot, ose se pas natë në folije. Ja, pe di edhe bëse e din krejt atë foljen e... Edhe me bo shtrime, realisht a i largon vetëm ujrat e tepërt. Më thonë, çdo sen që bëhet mekanike, çdo sen që tentoj me bëhet shpejt, normal nuk është e shëndetshme. Largon ujra, largon mundet me shkryje dhe një sasi djamit, po kjo neve na vyn me bazë. Mu detoksifiku me lëqia, kemi të pru me alkohole, kemi të pru me ushqimet për shembull konzervume, zakonisht për shembull ushqimet e konzervume paketume, për shembull chipsat ose të ushqimet që janë super reklam që kanë. Zakonisht i kanë disa substanca që shtyjnë me hongërtit deri në fund. Këto substancat aditiv që shtohen te produktet e paketume, sidomos te këto chipsa, ato shtesa që i marrim zakonisht, ato ndikojnë në çrregullimin e grelinës dhe leptinës që është hormoni i ngopjes edhe hormoni i urisë. Në momentin që ndikojnë çrregullim të atyne, tani na nuk kemi, për shembull, nuk kemi, s'kemi balancë të hormonet, një, e dyta, nuk hajmë, të rasti që po thojnë nuk po hajmë, kur gjoha dhe po shtoj pesh, ja nisim me ullë kalorit, që faktikisht unë nuk i numëroj kalorit, unë i numëroj cilësit e kalorit asnjëherë nuk i numëroj. Ja nisim për shembull me ullë metabolizmit të i ullë kalorit. Edhe na jemi popull, jemi trup, që jemi rrit, më thoni, gjenetikisht kemi pas mungesë ushqimit, jo tash, po në të kalumen. Edhe trupi ka një farloj si traume mrena vetit gjenetikisht që
po met pa ushqim edhe fillon një farforme si me rujt rezerva mu përshtot me çato kalori. Tash vjen një moment që ti nëse nuk han për shkak mu dobësu, është e vërtet që dobësohesh ose pin kështu e ul atë oreksin, kjo ndikon që ti duhesh me marr 500 kalori ose 0 kalori për me mujt me hu peshë. Më thënë që rregullan metabolizmin deri në çat pikë sa që e kish shumë problem me hu peshë. Edhe s'është afatgjatë që ajo e dhunshme kur i hub 5 kg për shembull. Rregullim tash në momentin që han shumë pak kalori, 100 gram më shumë ti rregullon komplet organizmin. Se jo ke bot vesh, më doket pini kena full për dietën, jo ku fikoj përgjigjet. Qa kena me bu? Është repa e kuqe, e dim efektet që ka sasi të lartë fibra, ka antioksidant, ka sasi të hekurit edhe në arrit edhe sasi në hekurit që është ka predispozit që më në rotash. Limoni përmban vitamin C edhe ndihmon që hekurit që përmban repa e kuqe mu përthith në organizëm, gjithashtu e kemi boronicën që të njëjtën kohë i dim vlerat e boronicës që ka shumë antioksidantë dhe kjo është boronica e egër e gjeravicës. Për pak nësë me përmen gjeravicën. Nuk ka bo gjeravica pjesë e emisionit. Është boronica e egër që ka sasi shumë të lartë të hekurit, edhe aronia. Gjithashtu edhe aronia është ka sasi të lartë antioksidantëve, edhe gjithashtu edhe të hekurit, edhe e kemi edhe xhenxhefilin për me ullë qatë inflamacionin që thamë. Do me thonë, kena me marë heker, kena me marë vitamin C, kena me marë fibra, antioksidantë shumë fullqishme me detoksifiku me lëqin krejtat nga rkes që ja kena vu, edhe xhenxhefilin me ullë inflamacionin. Këtë rast, ullim inflamacionin, shkaktojmë detoks edhe rregullojmë hormonin e uris, këtu do është me dalë. Por se duhet patjetër me pyte aronjat, të cilat shpesh nështë ta kemi abuzu, i kemi bo një smoothie me një grush shumë të madh, nuk ban me të prushëm, Jo, për shkak se i përmban disa substanca që ndikojnë qarkullim edhe të disa raste ka predispozit me ullë shumë tensionin e gjakut. Për shkak të personat e dobët, të personat që kanë predispozit me që kanë tension tull, nuk preferohet. Për mu s'ko kanë, do me do pak sasi po. Edhe të gratë shtatë zona, për shkak unë nuk e preferoj me marë sasi shumë të madhe, për shkak se tensionin e kam gjithë normal, tull relativisht. Aronia, boronicë e egër, xhenxhefil i qëruar. Qesë shumë pas këmbo, Saranda nuk e anë. Me ka të shumë, kështu që për mendoj. Më mdogër se edhe të nona për shkojmë një bënë ushqimet që i du. Saranda, hajto, Saranda, hajto. Ka shi ti më trajtu ti mu. Se kinonë në qëtash për të lazdrujt. Të më lazdrujt, po. Edhe një limon komplet. Përveç që ja i këmë këtë pjesën, po të mundën forat edhe këtë pjesën që është pak maj. Po. Ky loj i smoothit e tha dhe njëherë duke të pyta, përdore disa herë brenda javës për me pas? Brend preferohet mu marë 1 deri në 2 muaj i rregull, sidomos që sezonën e dimrit. Po, preferohet esull për shkak që ndikon edhe tek stabilizimi i ato që e thash hormoni i uris. Len, se shkam pengon mu të kretë ato që i përmene ma herët, qajat e produkte që po i përdorin për dopsim, është laksativ që janë, dhe më thonë shkaktojnë diare shumë. Edhe kur po kanë diare, ata nështë edhe për një me po dopsohen, po edhe po hupi një kësisht shumë vitamina dhe minerale prej organizmit, prej zorve, edhe po shkatrojnë florën e faunën e zorve me një fjallë. Tregom kë smoothie që po përgatiti, a ka të njëjtin efekt? Ka veprim detoksifikus. Do më thoi jo laksativ, jo më shkaktu arqitje ose diare. Ato produktet që përdoren për mi largu langjet, faktikisht me pastru zorën, jo në afërsisht deri në 4 kg, varet për peshës, zora mundet me majtë mbetje. E tash llogaritë për shembull dikush e përdor një çaj për dopsim, për një muaj edhe me të vërtet i hek 4 kg, se pastron zorën 3 deri në 4 kg, ose për shembull nëse është i largon langjet, largon ujë prej organizmit që nuk është në rregull me largu sasinë e ujit, se shkakton dehidrim, aty ndikon edhe në tharje të lëkurës, edhe për mund me ardhi eventualisht problemet me veshka, mund me shkaktu problemet tjera ekstra që janë të panevojshme. Ndërkohë që kë smoothie që po përgatisim ndikon, me ndihmon melçis për detoksifikim, me stabilizon insulinën gjak. Edhe kaneli shta na?
Pishtoj kanil, kanila është opcionale, po të persona që më të vërtet e kanë për dobësim, edhe të persona që kanë diabet, persona që vujnë nga çrregullimi i insulinës në përgjithësi, ose rezistenca në insulin, kanila ndihmon shumë me stabilizu, gjithashtu është edhe antioksidant, me qëllim nuk e shtova me njëherë që me lanë si opcionale. Edhe gjithashtu në kanila indikon edhe me neutralizu shijen e dheu që ka repa e kuqe. Mu nuk më pengon. As mu së më pengon, po dikujt i pengon. E që ditë jam kogja kështë zhidhse. Te fëmijët, për shembull, preferuat mu filtru, ose mu marrë vetëm langun, nëse veç nuk e tolerojnë, edhe mu jep fëmija me përdorë. Edhe mu jep, mos mi shtu shumë kanil, ose tepër pak, edhe mi jep në formë të një lukë për kanil. Mi jep në formë të sirupit, për shembull varet 5 deri në 10 ml brenda ditës. 5 deri në 10. Lugë e vogël kanil. Është fjala për fëmijët cilët janë pak më obeza, po. Jo, kjo është për imunitet. Te fëmijët ndikon për imunitet, po. Okej. Më thonë të krejt ndikon edhe për imunitet. Vesh kur e bojmë për fëmijë, ma pak xhenxhefil me i shtojmë po normal, ma pak xhenxhefil, edhe limonin mujna me shtrydh. Po, nëse priton me bu 2-3, mund është vetëm me shtrydh, me marrë vetëm sasinë e langut. Uj qesim që pas dëshirës se s'ponaj. Okej, dhe tash blendohet. Edhe tash. Në ndërkohë, po i marrë 2 gota. A do me pini gotin? A bën 7 zonat me pi këto? Gjithshysh, unë e zdo të nisi ditën me një të shto. A po? Për që ata je një ndër 7 zonat ma të bukra të kove të fundit. Toleru me limon edhe me xhenxhefil. Jo, nuk është që më ka pengu shumë aciditeti, po është që i kom pranu shumë shijet, nashta dhe shijet krit fond që i kom përdor ma shumë, nuk është që mi ka pranu shumë erat faktikisht më pengojshin. Hezitojsha mi provu, po për ndryshe tash se kam problem. Më thonë me krejt. Veç me krejt të recita, sa kilogrami ke shtru për këta mujtë shtazanis linë? Një mujnë e 7, i kom shtu afërsisht 6 e gjysh 7. Bravo. Edhe këtë ju shlet shumë edhe të përdor produktet e cilat i pregadit gjithmonë edhe të në. Edhe një shtatzanit shëndetshme që se kom dëgju asë njerë të anku, vjen me kise, me arë, kur s'lan minimu, e fort, energjike, edhe nuk ka shtu pesh, edhe nuk ka pos shumë as të vjellura, nuk e dhja ke pos në herë, nuk ka pos as të herë. Po kretë kjo të junajt gati me ushqim edhe me kretë recetat të cilat i pregadit. Pra ata që e pengun kjo sasi alin, mujnë me bo ma të holë me uj ma shumë? Po, s'është problem, ose mi shtu uj, për shamë thashe për fmit mujnë me... Po, me bot, me shtrydh... Ose edhe të rritu, dhe i sa të mësujnë, dhe i sa përshtaten me shien, mujnë edhe me filtru, me shtrydh, me marrë vetëm langun. Gëzuar. Gëzuar. Se kemi një djetorë dhe për duket e bukur. Një, po e quj pije magjike, edhe me udopsu, po edhe me forcu imunitetin, njëkosisht bënë për fëmijet, për shtatzonat, për gra, burra, të moshuar të ri, dhe është e sheshme mbi gjitha. Edhe para mendoj me zgjedh si pije në darkë, më thonë si vaktin e fundit, në shpe, me përfundu ditën me një qësi pije, është dorata ma mirë që këshë mujtë me bu. E mbeta bërgjë pëse është e rëndësishme të shtatzonat përdorimi i këti smoothie, për arsye se gjatë shtatzani, sidomos në 3 mujorin e dytë, ka për dispozit me ra niveli i hekurit, zakonisht është anemia, dhe një gotë e tilë, do më thënë, mjafton me marë sasit hekurit sa i duhet. Normal, nëse veç e bën me gjak edhe është hekurin munges, normal, po. Pa tjetër që duhet me marë suplementet ose ilaçe që i refera mjeko, asë njëherë mos me njanu ato, po kjo si mbështetje kishtë qenë ideale. Gjithashtu edhe të fëmijët, edhe të rriturit, më thonë, 1 deri 2 gota, të ata që përshanë kanë imunitet shumë dopt, ose të persona që dojnë kanë përshanë që regullim me kanë sasi shumë të lartë vjamit,
mujnë me marrë 2 herë në ditë, me mëngjes edhe mbrëmje, ndikon me rregullu qëtë hormonin e urisë. Uris, po. Se nuk e po ta qartë me pi esull, a me mbyll ditën? Edhe me pi esull, a me mbyll ditën. 2 gota, okej. Kur dojmë me mbyll ditën, mundim i shtu edhe një banane, për arsye se banania ndikon ose një gjysmë varet, për arsye se banania ndikon me prodhu melatonin gjatë natës, edhe në këtë rast të bojmë një gjë më të mirë. Këtë pije mundën i recetën me gjetë në rrjetet sociale edhe të familja jonë, edhe të faqet me Lenën. Mos harroni Instagram, Facebook, TikTok me Lenën, i shkruani për çdo pyetje që keni, edhe për receta që i përgatit në emision të na, por edhe për planet e ushqimit, për të shtuar pesh, për të humbur pesh, për arsye të ndryshme, sepse nuk do me thonë vetëm të pesha, por edhe të mëlqia, mëlqia diamosu, që folim ma herët e çdo gjatë tjetër. Por para se të ndohemi, po du m'ju thonë që pas transmetimit në televizion, keni me pas mundësi me pa një recet që Lena e ka përgadit, se si mund t'i përgadisim vetë ato kockat e melmesave që i përdorim për gjella, për mesh, për i blem të gatshme, por në shtëpi mund të bëhen lehtë, edhe mund të bëni sasi më të madhe dhe ti ruani dhe ti përdorni për çdo ditë në shujtat tuaja, e recetën natyrisht që e shihni edhe në video, po edhe mund t'ja u shkruajmë nëse veç që ju ka ikë prej fillimit receta. Lenë, faleminderit shumë që je kaq e kujdesshme me kretë shikues e familja jonë. Faleminderit shumë për mundësinë dhe që po më dëgjoni çdo herë. Po, jemi të ndëgjueshëm. Faleminderit shumë edhe juve miq, mos harroni në të gjitha rrjetet tona sociale, në Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, në portalin Familja Jon, jemi 24/7 me juve dhe punojmë për juve. Faleminderit që jeni me neve, mirëmbëjtje.